Projekti për shtesimin me asfaltimin e rrugës Peshkopi Lurë dhe Lurë për Latë është drejt përfundimit. Pas disa kohësh varritje, firma e cila mori së fundmi përfundimin e këtij projekti ka nisur hedhjen e shtresës asfaltike. Puna po vjon në të dyja drejtimet, nga Lura në drejtim të Arrasit, të Dibrës dhe nga Lura në drejtim të Rrëshendit. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve ishte kryetari i Bashkisë Dibër Rahim Sfahiu, i shoqëruar nga deputetja Alma Selami dhe prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu. Banorët e Lurës falendëruan të gjitha institucionet që më në fund bën realitet një investim të shumë pritur prej tyre, asfaltimin e kësaj rruge. Ata shpresojnë që kjo vepër infrastrukturore të rikthehej në Lurë edhe ata që janë larguar vite më parë, që të vinë e të investojnë në vendlindjen e tyre. Lurasit e unë bashkë me ta më të kënaq ndonjëherë s'kemi qenë se sot, asnjë fest më të madhe se sot kur pa mësuar të bërë rrugë. Shnet të kenë të gjithë punojnë si që janë të punojnë tu. Unë jam banor i Lurës edhe i Tiranës. Tashti që u rëbon rruga, unë kam ik nga Tirana e kam punë dhe letrat këtu. Kryetari i Bashkisë Dibër Rahim Sfahiu tha se asfaltimi i rrugës Peshkopi Lurë do t'i jap hov zhvillimit të Lurës, duke kontribuar në rritjen e turizmit natyror e malor, për të cilin kjo zonë karakterizohet. Kjo rrugë po bëhet realitet, përshtrohet me asfalt, po punohet në dy krahat, edhe nga Rresheni për Lurë edhe nga Lura për Dibër. Në pjesën e Rreshenit deri tani janë shtruar 5 km. Në pjesën e Dibrës 3 km. Afatet e mbarimit sa rrugës sipas specialistëve që merren me shtrimin e rrugëve do të jenë shumë shpejt, mbase për 2 javë, pak varet edhe nga koha. Ashtu si Dibra që u bë lagje e Tiranës, tani edhe Lura është lagje e Peshkopisë. Në Lurë që vije për 3 orë, tani për 35 minuta mund vish nga Peshkopia në Lurë. Asfaltimi i plotit të 2 segmenteve të rrugës së Lurës pritet të mbyllet brenda muajit nëntor të këtij viti.